Për herë të parë në Kosovë, këtë enjtë u inaugurua laboratori i shkencave sociale. Gjithë ky projekt në Universitetin Publik Kadrezeka në Gjilan u mundësua fal mbështetjes financiare nga kompania e parë e internetit në Kosovë, Telkos. Nga universiteti është vlerësuar se ky laborator është një investim i duhur dhe i qelluar. Është një punë jashtëzakonshme, edhe puna që është bërë kështu logjistike, edhe se për qëllimin dihet, s'kem çka më fol. Shumë faleminderit kompanisë Telkos për këtë. Dhe unë si rektor, sigurisht, më ju siguru se në mbledhjen e ardhshme të Senatit do të vendosim që kjo sallë të merr emrin e kompanisë e cila e ka suportuar, sepse është më e pakta që ne mund të bëjmë. Unë mendoj që ne do të krenohemi me këtë laborator, sepse mendoj që nuk di që ka të dytën në Kosovë në një format të tillë, dhe tani hapësirat i keni, tani na vijnë edhe rezultatet punimet. E se për çfarë do të shërbejë një laborator i tillë, tregoi vetë dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale Selim Dako. Ky laborator do të shërbejë si qendër praktike për studentë e staf akademik, për zbatimin e metodave shkencore, si ato kualitative, përfshirë intervistat e thella, analizën e përmbajtjes, fokus grupet dhe metodat kuantitative, si anketimet me pyetësor strukturuar dhe shumë metoda tjera të veçanta e të kombinuara të shkencave bashkëkohore sociale. Ky projekt nënvizon angazhimin e Telkosit për investime në arsim dhe inovacion, duke treguar se kompania nuk është vetëm ofruesi i shërbimeve të internetit, por edhe partner strategjik i zhvillimit të arsimit në Kosovë. Për mua si drejtori i kompanisë Telkos dhe përfaqësues i kësaj firme është ndjer i veçantë edhe fundimi i privilegjuar, njëkohësisht i falenderoj edhe pronarët Avne dhe Lamia Aziri që kanë shpreh dëshirën dhe vullnetin për me bënë një investim tillë. Ky investim unë mësova shumë gjëra të reja prej dekanit që ka laboratori i parë, që edhe hala më shumë na ka shtu gëzimin edhe krenarinë se najna të parë që kena bërë diçka të tillë së bashku me Universitetin e Gjilanit. E pas gjithë ceremonisë së inaugurimit, të pranishmit u ftuan për një koktejl rasti.